Mendoj prapë që ka qenë gabim mos futja e zotri Limajt në listën për deputet, dhe habia më e madhe është se si ka arrit që edhe pse nuk e pranuan të futet kandidat për deputet, që ta ofroj dhe në një mënyrë ta bëj që të vazhdoj dhe të veproj për PDK-n në këtë fushat. Kjo i bjen që me të vërtet është një negociator i mirë sa i përket bashkimit të njerëzve. Mirë po, sa i përket rezultatit në vota, kjo mbetet për të pa, sepse unë kam një mendim timin personal, e kam thonë edhe në takim me përfaqësues të PDK-s, që Bedri Hamza është një njeri shumë i mirë, një profesionist, si sta dhe zotri Berisha, një teknokrat, i cili është për lakmi, një intelektual shumë i urtë, i butë, po sa mund ta sfidoj zotri Kurtin, ajo mbetet për të parë. Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës vuan nga mos prezenca e ish liderëve, të cilët shpresojmë që të lirohen shumë shpejt. Mirë po, për mendimin tim, nuk është kandidat që e sfidon zotri Kurtin. Zoti Shara. Pa dashur më përsërit se u thanë shumë Shumë gjëra, po. Për afërsisht.